Një vendim I ri ndërmjetimi gjykatës së lartë ka hapur një debat të rëndësishëm mbi mënyrën se si gjykata shqiptare vendosin për masat e sigurimit, pra për rastet kur një person duhet të qëndrojë në burg apo mund të jetohet në liri. Vendimi është marrë nga kryetari I gjykatës së lartë dhe lidhet me një praktikë të vjetër gjyqësore të vitit 2011, e cila prej më shumë se një dekade ka orientuar gjykatat se si duhet të vendosin për masën arrest në burg. Shkak për këtë nismë është bërë një çështje konkrete penale ndaj një personi të dyshuar për trafik droge. Në këtë rast, gjykata e shkallës së parë kishte vendosur arrest në burg, ndërsa gjykata e apelit e ndryshoi këtë masë duke vendosur arrest në shtëpi. Prokuroria e kundërshtoi këtë vendim dhe çështja përfundoi në gjykatën e lartë. Por gjatë shqyrtimit të kësaj dosje, u ngrit një pyetje më e madhe: a është ende e përshtatshme praktika gjyqësore e vitit 2011 për mënyrën se si gjykatat vendosin për paraburgimin? Sipas praktikës së vitit 2011, gjykata nuk ishte detyruar të analizonte në detaje pse nuk mund të aplikoheshin masa më të buta, si arresti në shtëpi apo detyrimi për paraqitje. Mjaftonte që gjykata të argumentonte se arresti në burg ishte masa më e përshtatshme. Po ashtu në shumë raste konsiderohej se kur bëhej fjalë për krime të rënda, rreziku I lartë I autorit merrej pothuajse I mirëqen vetëm nga natyra e veprës penale. Një tjetër element I rëndësishëm I kësaj praktike ishte edhe barra e provës. Në shumë raste I pandeuri duhet të sillte prova për të treguar se nuk përbënte rrezik dhe se mund të jetojë pa u mbajtur në burg. Por ndërkohë pas vitit 2011, kanë ndodhur disa zhvillime të rëndësishme. Së pari janë bërë ndryshime në kodin e procedurës penale, të cilat kërkojnë që gjykata të japin arsyetim më të detajuar dhe konkret kur vendosin për kufizimin e lirisë së një personi. Së dyti edhe Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit ka vendosur standarde më të forta në këtë drejtim. Në disa çështje kundër Shqipërisë, kjo gjykat ka theksuar se paraburgimi nuk mund të justifikohet me formula të përgjithshme, por duhet të mbështetet në arsye konkrete dhe të individualizuara për çdo rast. Sipas këtyre standardeve, fakti që një vepër penale është e rëndë nuk mjafton vetë për të mbajtur një person në burg. Gjykata duhet analizojnë realisht edhe mundësinë e masave alternative, si arresti në shtëpi apo masa të tjera më të lehta. Pikërisht për këtë arsye, gjykata e lartë ka vendosur të nisë një procedurë për rishikimin e pjesëshëm të praktikës së vitit 2011. Ky nuk është ende një vendim përfundimtar. Me këtë vendim të ndërmjetëm, çështja është dërguar për shqyrtim kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë, të cilat janë struktura më e lartë brenda kësaj gjykate dhe që kanë kompetencën për të unifikuar praktikën gjyqësore. Në thelb, kolegjet e bashkuara do duhet I përgjigjen disa pyetjeve shumë të rëndësishme për sistemin e drejtësisë. A duhet që gjykatat të analizojnë realisht masat alternative përpara se të vendosin arrest në burg? A mund konsiderohet një person automatikisht I rrezikshëm vetëm për shkak të natyrës së veprës penale? Dhe mbi të gjitha, kush do ta provojë nevojën për paraburgim? Prokuroria apo I pandeuri? Vendimi që pritet të merret mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në shumë procese penale në vendin tonë, sepse do të përcaktojë standardin që duhet të ndjekin gjykatat kur vendosin për kufizimin e lirisë së një personi gjatë hetimit. Mirë, ky ishte inserti shpjegues për sa I përket le të themi këtij vendimi në lidhje me masat e sigurimit, se si do duhet të vendosen masat arrestit me burg, kush do duhet ta vlerësojë se sa I rrezikshëm është një person apo jo për të qëndruar apo jo në burg, dhe nisim së bashku Karanxha. Tani duhej ky propozim, kishte ardhur momenti për të bërë kjo dhe kush përfiton realisht nga ndryshimi I kësaj praktike? Që dikush do të vlerësoj nëse do të qëndrosh apo jo në burg? Unë mendoj që është veprimi I dur I kryetarit të gjykatës lartë zotit Thushi, në lidhje me aplikimin e masave të sigurimit të arrestit në burg, në lidhje me kushtet dhe kriteret se kur duhet të aplikohen ato, por mendoj që nuk mjafton me kaq, duhet dhe një ndërhyrje legjislative nga ana e pushtetit gjyqësor për të bërë ndryshimet përkatëse. Ka pasur shumë debate politike, që kjo çështje është vënë tani, sepse është çështje e Erion Velis, është balluar etj. Kurse unë të janë dhe shoh ndryshe çështje. Ne dhe zhvillim edhe që jemi në terren çdo ditë, shohim që burgjet shqiptare janë mbushur plot. Kemi numrin më të lartë të paraburgosurve se sa numrin e të burgosurve. Edhe amnistit që dalin janë mashtrim për popullin. Janë mashtrim sepse del një amnisti dhe I përjashton gjithë njerëzit. Çfarë kuptimi ka? Pra është mashtrim. Pse ka më shumë paraburgosur? Nuk ka kohë të zhvillojnë gjyqet? Numri I burgosurve duhet të theksojmë janë në burg të gjithë me vendim gjykate. Pra është mas sigurimi me vendim gjykate. Çdo person futet me vendim gjykate. Prokurori kërkon, gjykata vendos. Kjo do një analizë shumë gjatë. Kemi një praktik në vitet të vendosur që është praktik për mendimin tim e gabuar.
Pra njerëzit gëzohen kur shohin një person burg. Mund të hetohet në gjendje të lirë. Nuk ka asnjë lloj probleme për ashtim për veprave të rënda. Një vrasës duhet shkojnë në burg. Një vjedhës për shkakun që ka vjedhë jashtë fut tjetrit në banesë duhet shkojnë në burg. Po ke vepra të tjera që ka kohë që nuk paraqisin rrezikshmëri të tillë shoqërore, theksoj dhe e ritheksoj. Jemi ndoshta është dhe përsëritje. Ke shqiptar në burg për 4 gram drogë. Për 4 gram hashas se i ka shit një personi tjetër. Ky neni 283 përjashtohet nga amnistia. Ndërkohë pavarësisht se mund të kesh qenë nuk dalin nga burgu. S'dalin se e ke kriter ndalus. Po kush del nga burgu Garanxha? Janë ca bishtat vegjël, ca kasitje pa lidhje, ndërkohë pjesa ke shqiptarë sot, po t'i shohësh vendimet madje do t'i bëjmë edhe publike, ke shit një oficer i policie të infiltruar 0,1 gram drogë ose 0,03 dhe jenë burg. Prandaj organi ligjvënës dhe gjykata e lartë, pavarësisht debateve politike, unë e shoh diçka pozitive. Shteti shqiptar duhet marrë masa të zbras burgjet nga shqiptarët që cilët mund të jetohen në masa tjerë. Nuk po them të fashën, po ke dhe të pafashën. Për shembull drogat në Shqipëri po bëjnë masakër. Pse? E para neni 283 i kodit penal është një nen i cili prodhimi dhe shitja e narkotikëve dënohet, pra prodhim shitje sikur e kemi prodhuar droga bëhet në Kolumbi. Bëhet në Ekuador. Edhe për armët, prodhim dhe shitje. Po, a thu se jemi në shqiptarët, jemi kombinat armësh. Duhet të ndahet prodhimi veçantë dhe shitja veçantë. Mund të jetë me një dispozitiv, po duhet të ndahet lloji i drogave. Drogat duhet të ndahen në 3 kategori. Po. Duhet të ndahet sasia. Pra, ky neni 283 si me 1 kg, si me 10 kg në paragraf të parë. Duhet ndahet. Duhet ulet masë dënimit në varësi, duhet përcaktohet dhe THC-ja, pra përqendrimi i drogës. Mund të kesh ti 10 kg drogë, të ke 1 kg të pastër, ti ha për 10 se s'bëhet ndarja. Pra duhet bëhet sa është e pastër, sa është përzies, dhe ti të marrësh atë që meriton. Pra çdo kush që ka shkel ligj do marrë përgjegjësi. Pra neve sot domethënë si pasojë e papërgjegjshmërisë shtetit shqiptar, shumë qytetarë shqiptar janë burgjeve dhe për armbajtjen pa leje, për një pushk. Ka shit njëri pushk, ka blej pushk, domethënë ne s'po flasim për trafikant. Trafikanti është gjë tjetër të marrë përgjegjësi, po për raste të shkëputura duhet të ndryshohet. Dhe këtë e shoh pozitive, duhet ishte bërë më përpara. Debati politik është gjë tjetër. Më përpara ose deri tani, kush e ka pas bërë le të themi vlerësimin e rrezikshmërisë së personit? E bën prokurori dhe i bën kërkesën gjykatës dhe gjykata noter aty nuk e lexon, domethënë nuk e analizon fare, or dalet të shoh mirë këtë personi se është rrezikshëm jo, sa është apo jo. Detyra e organeve të ndjekjes penale, duke përfshirë prokurorin, oficerin e policisë gjyqësore, është hetimin e veprës penale. Provimin e saj, masi mbaron me vepër penale, duhet hetoj rrethanat lehtësuese dhe rënduese, sepse prokurori kërkon fajësi edhe mas dënimi. Pra, mas e dënimit duhet hetohet për personalitetin e personit, sa fëmijë ka, pra të mos mjaftohet dosja vetëm me provimin e fajësisë. Dënimi ekonomik është vlerësuar ndonjëherë? Disa raste po, disa raste jo. Por konstatojmë me reformën drejtësi që ka firmos, që është votuar nga 140 nga 3 partitë, nga 3 braziliane, konstatohet që është shritur arresti në burg. Pra është shritur arresti në burg nga 2016 dhe sot. Është shritur arresti në burg dhe pavarësisht e theksoj, pavarësisht se thonë jo, po duhen marrë masa që shqiptarët mos shkojnë në burg për gjona koti. Shqiptarët mos shkojnë më në burg për parkim dysh. Shqiptarët mos shkojnë në burg se ka vonë një depozit në katë funit ai. Depozitat mund t'igjen, gjobitet, masë administrative, të mos i mushim më burgjet me shqiptarë. Shqipëria po paksohet, pasi një njerëz po ikin, ndërkohë numri të burgosorëve, të para burgosorëve përshtohet. Është e vërtetë që në Këshillin e Evropës ka raporte të cilët e përcaktojnë Shqipërinë si vend që janë shkelur liritë dhe drejtat e njeriut për sa i përket paraburgimit. Pra mund të hetohen dhe në gjendje të tjera. I referojmë rastit zotit Goçi, është një rast që ka pasur diskutime dhe është i thjeshtë. Do ishte Goçi kundër Shqipërisë në rast se Goçi do ishte hetuar në gjendje të tjera? Jo. Pra të hetohen në gjendje të tjera, merret me kusht ikën punë vet. Problemi është që sa kthehen parat e shpërdoruara në buxhetin e shtetit. Sa është kthimi i parave? Sa e të shumë e ke lexuar raportin?
Shiko, për raportin e SPAK-ut lexova, por nuk e di. Konfiskimet sa ishte? Pak ishte vetëm 1.9 milion. 1.9 milion euro. 1.9 milion euro. Euro, pra 1.9 milion euro që ishte totali, them pak përqindi, ishte konfiskim. Sepse sekuestrim ishte. Zhdima jo sekuestrim. Po them nga 40.9 milion euro të sekuestruara dhe të konfiskuara, të sekuestruara, 1.9 ishin konfiskime. Që është një raport që duhet ishte kundërta dhe ne prandaj thash, duhet të shikohet gjendja e parave, kthimi në buxhetin e shtetit. Jo burgosin, futin njerëzit në burg. Neve duhet para dhe volle para të futit të veni. Sa u kthy. Perfekt. Duhet më u fut burg, ky u fut burg. Okej. Tani diskutojmë. Ky ndryshim, Karanja thash ndryshim pozitiv se i vjen në ndihmë qytetarëve, që mos kemi kaq sasi të madhe të qytetarëve të cilët ndoshta për vepra që mund të jenë arrest shtëpi ose detyrim paraqitje detyrohen të rrinë burgjeve, por vjen një moment delikat, një moment të një konteksti të fortë politik, ku janë goditur figura të forta politike. A mos ndoshta në emër të qytetarëve shqiptar, Shqipëria kap 76? Jo, është relacioni shpjegues i kodit të procedurës penale të 2016, ku citohen qartësi nga faqa 1 deri tek faqa 8, se si gjykata duhet marrin në referencë ndryshimet e fundit të kushtetuese, por edhe ato të kodit të procedurës penale, lidhur me masat e sigurisë arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Gjykata duhet ketë parasysh që jo vetëm çfarë normon ligjvëndësi te kodi penale dhe te kodi procedurës penale, por edhe tek fryma që jepet nëpërmjet ligjvëndësit, çfarë do të arrijë ligjvëndësi për të përmirësuar, edhe përmirësuar por edhe për të mbrojtur. Çfarë mbrojmë? Buxhetin e shtetit, sepse në rast se ne vendosim arrest në burg, ata të cilët do të qëndrojnë aty do rëndojmë buxhetin e shtetit. 50 euro dita. Do të thotë që ne godasim buxhetin e shtetit dhe këtë gjë kanë bërë gjykatësit dhe prokurorët duke goditur vazhdimisht buxhetin e shtetit dhe duke i dhënë shqiptarëve atë drejtsinë e perceptimit arrest dhe në fund fare faturën më të madhe dhe më të kripur që ato nuk e kanë parë ndonjëherë në jetën e tyre. Pra, thjesht një burgosur është barabartë me le të themi 3 deri në 4 rroga minimale në Shqipëri, nëse i bie logjikisht, sepse di që është diku tek 50 euro dita shpenzimi për një person që qëndron në burg dhe i bie praktikisht rroga minimale që është 400 shkon 3 deri në 4 persona, po themi, pra 3 deri në 4 rroga minimale. Madje theksoj që po të vesh dispozitat e dënimit janë vetëm burg. Ka hikur dënimi me gjop. Pse personat mos dënohen me gjop dhe kjo gjop paguhet në buxhetin e shtetit? Pra ti çon lek shtetit. Po çon lek, pra ti në vend ti japësh ti i merr. Edhe vër masën e dënimit lart. Po, ti je ai i cili mbron interesat e shtetit. Kush? Prokurori. Sepse për atë arsye bën atë ndjekjen penale ti. Dhe ti çfarë do të bësh? Grupi shkencëtarëve të reformës ndërsi i ka pa këto gjëra. Si gjë s'kan pa, se s'di nga i bie drejtësia dhe jo ti të bie. Edhe shikon se çfarë, domethënë merren me çështje periferike, merren me parkimin dysh. Po, me relacion me nenet tjera, me nenet e Brazilit dhe të Hollandës, edhe s'merren me problemet. Politika penale duhet jetë e tillë, të synohet mbushja e buxhetit shtetit. Pra ke bërë një dëm, ta kthesh. Ky jetë qëllimi kryesor, jo dënimi personit. E qartë. Si Edonova i bën 2 vjet burg, i ka thonë e ke marrë edhe me të hongër me të pimë në burg. Po 1500 euro në muaj, po themi. Ai është mirë. Iniciativa që po merr gjykata e lartë dhe zoti Sadushi për mendimin tim është e vonuar dhe për shkak se është e vonuar, ai sigurisht mori frymëzimin. Dhe frymëzimi erdhi politik. Dhe si erdhi përmes jo asamblesë së Partisë Socialiste, por grupi parlamentar socialist dhe bëri zotin Sadushi më shumë të ndërgjegjshëm dhe do thoya iniciator të bëj çfarë? Të aplikoj një nen të kodit të procedurës penale duke e marrë një iniciativë individuale të frymëzuar gjithmonë nga partia që të shkojmë dhe të arrijmë te masat e sigurisë. Çfarë u desht? Reagimi i zotit Rama për rastin e zonjës Balluku që dilte zoti Sadushi dhe ta mbronte? A është e drejtë apo nuk është e drejtë? Është punë tjetër, po kemi mungesë koherencës. Sepse zoti Sadushi po më thoni që është e bura por është e vonuar. Zoti Sadushi është emëruar kryetari i gjykate dhe ai duhet ta kishte marr parasysh kur gjykata tona janë dënuar nga Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriu, rasti Gëllçi, te rasti Gëllçi thuhet
qartësisht kjo gjë. Një sekond, jo. Rasti gëllësisht thuhet kjo gjë. E keni vendosur mas sigurie, jeni drejt dënimit dhe keni dënuar nga vendimi i masës së sigurisë. Pra keni cënuar prezumimin e pafajësisë. Vetëm këtë të merrte zoti Sadushi e të tjera t'je bronë ajo gjykatë që ka bërë gjykata e partisë, edhe duhet dilte me një vendim, njësimi. Pra, nuk ka këtu a është pozitive apo negative. Zoti Sadushi mori autorizim nga kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri i vendit. E ke provuar këtë që thonë? E kam të provuar dhe e ke këtu tani. Sa vendime të gjykatës europiane të drejtave të njeriut Shqipëria është dënuar dhe buxheti i shtetit shqiptar është dënuar, pra është rënduar. Do na konfiskoni dhe ca sete gjykatë amerikane. 5. Tani, 5 i ke, ti japun 5, e ke me prova 5. Tani, rasti tjetër. Tani u zgju ai të lexonte përkthimin nga anglisht në shqip nga grupi parlamentar socialist do të Sadushi për masat e sigurisë.